Çfarë mund të na mësojë një jetë e tërë në korridoret e pushtetit për ndërtimin e një karriere të suksesshme? Këtu do të zbërthem një manual me rregulla të testuara në nivelet më të larta, të cilat, ç'është e vërteta, ofrojnë mësime universale për çdo që kërkon të ecë përpara. Dhe gjithçka fillon me një të vërtetë që e njohim të gjithë, apo jo? Shumica prej nesh nuk e nisin lojën me avantazhe të veçanta. E pikërisht kjo i bën rregullat që zgjedhim të ndjekim absolutisht thelbësore. Atëherë, nga ja nisim? Sipas këtij manuali, parimi themelor nuk ka të bëjë fare me titullin e punës së parë. Jo, ka të bëjë me diçka shumë më të rëndësishme, me kë zgjedh një person të mësojë. Ja një shembull konkret, kur vajza e vet Rumsfeldit i kërkoi këshill për karrierën, përgjigjja e tij ishte e prerë. Jepi përparësi punës dhe të mësuarit nga njerëz të talentuar mbi çdo gjë tjetër. Logjika pas kësaj? Paga, titulli, madje edhe vendodhja, të gjitha këto rregullohen me kohën, por mundësia për të punuar me njerëzit e duhur, ajo është e paçmueshme. Ideja është kaq e thjeshtë, por kaq e fuqishme. Të mësosh nga më të mirët. Edhe nëse kjo do të thotë të fillosh nga pozicioni më i ulët, është një investim i jashtëzakonshëm. Nuk ka rëndësi nëse detyra është të bësh kafe apo të bësh fotokopje. Vetëm fakti që je aty, duke vëzhguar mjeshtrat nga afër, të jep mësime që asnjë punë tjetër nuk mund t'i jap. Pastaj, në çdo organizat, ka njerëz që janë si shtylla kurrizore. Këta janë ata me njohuri institucionale. Mendoni pak, infermierët në një spital apo rreshtërët në ushtri. Janë ata që e dinë me të vërtetë si funksionojnë gjërat. Kanë parë shefat vinë të shkojnë dhe janë praktikisht memoria e gjallë e organizatës. Dhe zakonisht janë më se të gatshëm ta ndajnë këtë thesar me çdo që është i gatshëm të dëgjojë dhe të mësojë. Okej, pra, sapo ke hyrë në mjedisin e duhur, si bëhesh tani një pjesë e paçmueshme e ekipit? E po, këtu hyn në lojë rregullat thelbësore për të punuar me një shef. Rregulli numër 1 i punës me një shef, përulësia. Është shumë e rëndësishme të mbahet mend se roli i një antari stafi është të zbatojë vizionin e shefit, jo të vetin. Ndonjëherë, stafi mund të harrojë se nuk janë ata që janë zgjedhur për të marrë vendimet finale, dhe është thelbësore që këto iluzione të sqarohen shpejt, përndryshe do ta bëjë vetë shefi. Zotërimi i këtij fluksi informacioni është art. Të dish se çfarë duhet të arritë shefi dhe çfarë jo, tregon respekt për kohën e tij dhe një kuptim të thellë të prioriteteve. Një antar i mirë i stafit gjithmonë e pyet veten a mundet dhe a duhet ta menaxhojë këtë dikush tjetër. Nëse përgjigjja është po, atëherë ajo çështje nuk duhet të arrijë kurrë në tryezën e shefit. Kaq e thjeshtë. Tani, kjo thënie fsheh një histori vërtet interesante që përfshin admiralin legjendar, por edhe të frikshëm Hyman Rickover. Ai njihej si babai i programit të nëndetësve bërthamore të marinës amerikane. Veprimet e Holcombit janë shembulli perfekt i këtij parimi. Ai e mbrojti shefin edhe pse askush nuk ja kërkoi. Mori përsipër gjithë zemrimin sepse e kuptoi që roli i tij ishte të mbronte vendimarrësin. Sigurisht, më vonë Rumsfeld sqaroi vetë situatën me Rickoverin, duke mbrojtur kështu edhe varfëtsinë e tij dhe duke përforcuar të gjithë zinxhirin e komandës. Ky është besnikëri në veprim. Por, çfarë ndodh kur gjërat shkojnë vërtet keq? Sepse le ta pranojmë, një karrierë nuk përcaktohet nga ditët e lehta, përcaktohet nga mënyra se si kalohen momentet e vështira. Ky ishte një mësim që vetë Rumsfeld i mësoi në mënyrën më të vështirë dhe më publike të mundshme, gjatë skandalit të tmerrshëm të burgut Abu Ghraib. Vonesa në përqelljen e naturës së vërtetë të problemit krijoi një krizë që kapi nivelet më të larta të qeverisë plotësisht në befasi. Vetë Rumsfeld ka thënë se kur pa ato foto, u ndjes sikur e goditën me grusht në stomak. Ai e dinte se ishte një dështim i sistemit sepse informacioni nuk ishte mbërritur te ai dhe udhëheqja e lartë më herët. Dhe ja ku është thelbi, gabimet shpesh mund të rregullohen, por vetëm dhe vetëm nëse kapen herët dhe përballohen me ndershmëri. Të fshehësh një problem është si të fshehësh një zjarr të vogël. Ai vetëm sa bëhet më i madh dhe më shkatrues kur më në fund del në dritë. Detyra e një lideri është të marrë vendime të vështira, dhe detyra e stafit është t'i paraqesë ato zgjedhje qartë, me të gjitha anët e tyre të mprehta. Kur stafi përpiqet të zbuzë dallimet për të arritur një konsensus të rehatshëm, shpesh rezultati është një politikë e dobët dhe kontradiktore. Dhe më e keqja, kjo i heq liderit mundësinë për të marrë një vendim të vërtetë. Kjo imazh e ilustron në mënyrë të përsosur peshën e atyre vendimeve dhe tregon sa e rëndësishme është që një lider të ketë përpara një gamë të plot këndvështrimesh. Një lider duhet jetë i sigurt që ka shqyrtuar të gjitha alternativat dhe që këshilltarët e tij kryesor kanë pasur mundësinë të shprehen plotësisht. Në fakt, është krejt e kundërta.
Liderët e vërtet nuk kanë kohë për njerëz të thonë vetëm po. Ata kanë nevojë për këshilla të sinqerta, edhe kur janë të vështira për t'u dëgjuar. Ky detyrim për të thënë të vërtetën, sigurisht me respekt edhe në privatësi, është një nga përgjegjësitë më të mëdha që vjen me afërsinë me pushtetin. Këmbëngulja e Rumsfeldit e mbrojti presidentin dhe kjo dëshmon se ndonjëherë akti më besnik është të mos jesh dakord me forcë. Ai madje i tha Fordit, atëherë do t'ju duhet ecni në këmbë. Imagjinoni tensionin e atij momenti. Ishte një rrezik i madh për karrierën e tij, por në fund Ford e kuptoi se Rumsfeld kishte të drejtë dhe se gjykimi i tij ishte errësuar nga miqësia. Tani, leti bashkojmë të gjitha këto pika. Si formojnë këto rregulla një vizion afatgjatë për një karrierë me ndikim dhe sukses të vërtet? Ky është një shembull i jashtëzakonshëm se si nuk duhet lejuar që urgjenca të lërë në hije të rëndësishme. Në një mjedis me presion të lartë, është shumë e lehtë të përqendrohesh vetëm te krizat e ditës. Por, siç tregon historia e Krulokut, idet afatgjata, idet e mëdha mund të ndryshojnë historinë, por ato kërkojnë këmbgulje të jashtëzakonshme. Në fund të fundit, këto rregulla nuk kanë të bëjnë vetëm me të shërbyer mirë të tjerëve. Ato kanë të bëjnë me përgatitjen e një individi për të udhëhequr. Shprehitë e mira të punës janë ngjitse. Duke i zbatuar ato, një person jo vetëm që rritet vetë, por ndihmon në ndërtimin e një organizate më të mirë rreth tij. Dhe ndërsa e mbyllim, vlen të reflektohet mbi këto parime. Cili prej tyre rezonon më shumë me sfidat e sotme? A është besnikëria ndaj shefit, guximi për të përballuar lajmet e këqija, apo këmbgulja për të fokusuar te vizioni afatgjatë? Në fund të ditës, rregullat që zgjedhim të ndjekim nuk përcaktojnë vetëm karrierën, por edhe karakterin ton.